me shohin si formë të vetme për të ardhe dhe për të vlerësuar vendin e tyre. Po, e mira është tekun që kam pas fatin të mund të kem projekte dhe të deportoj jashtë shtetit. Po fatkeqësisht ka shumë të rinj të cilët përballen me dyert mbyllura edhe nuk munden me gjetë veten, nuk munden me gjetë një vend në cilin munden me shpreh ata që din me ba. Nuk po flas vetëm në profesionin cilin unë e kam. Po ka shumë profesione tjera. Ka shumë profesione, kemi shumë të rinj që janë shumë të zotët, po përfundojnë duke ba një punë krejtësisht tjetër për shkak pikërisht kësaj hapësira e cila nuk ju jepet atyre. E që mendoj që duhet me ndru në shoqërinë të cilën jemi. Sa më shpejt që besa, shumë e vërtet. Ta diskutojmë pak industrinë. Si e gjendë me njëherë pas kohës, po themi, ndoshta të studimeve, se i përmende paka shumë para gjykimet, por gjithsesi vazhdon tjetë ende. E sidomos kur e kemi teatrin, që sa vite, a e mbo 5? Do shta më shumë, 5 vite e më bërë sigurt, por që e kemi ende teatrin të zhveshur. E vërtet. Me njëherë pas studimeve, unë e kam pas një pauzë e cila munde me thonë ka qenë një prej periudhave më të vështira që e kam pas, nuk kanë qenë as sfidat e studimeve, as pjesa kur jam në proces kreativ, të vështira sa ka qenë ajo pjesa e pauzës ku nuk e din a keme mujt me e gjetë veten, a nuk keme mujt me e gjetë veten në këtë profesion, a duesh me mendu me ba diçka krejt tjetër. E kjo është pikrisht për shkak të këtyre pjesëve të mosbesimit të punës, për shkak se ka pas momente kur kam kriju koncept, kam marrë vepër shumë të mirë, kam shku, kam bisedu me drejtor të teatrove dhe përgjigja që e kam marrë ka qenë po kërkojmë dikë me eksperiencë. Mirë atëherë nëse nuk e bëj eksperiencën. E vërtet, nëse nuk e bëj eksperiencën në vendin në të cilin ne jetojmë atëherë ku duhet ta bëj këtë eksperiencë. Kjo munde me thonë që ka qenë një prej sfidave më të mëdha që e kam pas nga fillimi, prej kur kam fillu të merrem me teatr, po pa tjetër që kjo nuk ka qenë diçka që më ka ndalë, kam apliku për projekte të ndryshme, jam angazhu në projekte të ndryshme të cilat fillojnë me mbajt të vazhdojnë me mbajt të motivune që me vazhdu profesionin cilën e kam zgjedhur. Dhe në përgjithësi, si e shetë ardhmen tani, edhe duhe marë parasysh që vetë se jeftuar të punosh në një treg komplet tjetër, avantazhi yt e përmendëm pak më herët është njohja e gjuhës, por gjithsesi nuk besoj që do ndalesh me Turqinë. Apo jo, e kam një bindje që ke synime të tjera. Po, mendoj që kjo është vetëm fillimi për sa i përket rrugtimit të ndërkombëtar, për shkak të kontakteve që i kam kriju, për shkak të ndoshta edhe ambicjes që e kam që artim të shihet jo vetëm këtu, po të shihet gjithku nëpër botë, nuk do ndalem, do vazhdoj që të krijoj art edhe në shtete të ndryshme. Kjo patjetër që kërkon kohë, nuk është diçka që mund të bëhet brenda një viti, por vetë se kam fillu edhe mendoj që projektet cila do të vinë, patjetër që do t'jenë shumë të mëdha se sa këto që vetë se i kam. Po gjithmonë dëshira jema e madhe është që patjetër me bë art për vendin ku unë jetoj, që njerëzit me cilët unë jetoj me qenë në gjendje me marrë një mesazh prej asaj që ne e vendosim në skenë, me qenë në gjendje për tema të ndryshme, qoftë me i inkuraju njerëzit, qoftë me i ba që me ndryshu mendim për çështje të ndryshme, edhe në një farë forme me qenë të dobishëm për vendin ku ne jetojmë. Shpirti është ky, përkundër asaj edhe atyre që